Mirë dita, mirë se gjeta. Atëherë, doktor Rolandi, ne lidhemi bashkë pikërisht sepse jeni ju që e keni dhe firmosur raportin për situatën e HIV/AIDS në Shqipëri, e votuar në buletinin e Institutit të Shëndetit Publik. Atëherë, çfarë mund të themi në lidhje me situatën aktuale, çfarë thon statistikat edhe një herë për situatën aktuale të infektuarve me SIDA në Shqipëri? Shifrat e referojnë raportit kombëtar për vitin 2025, do të nisja me një përditësim, ka do të thotë që deri në fund të dhjetorit, sepse ju referuat shifrave deri në fund të tetorit të 2025-s, deri në fund të dhjetorit, numri total i rasteve për vitin që shkoi ishte 135. Dhe numri total i rasteve që për vitin 1993 ka shkuar në 1983 persona të cilët janë diagnostikuar me infeksionin HIV në Shqipëri. Ajo që do doja të theksoja është që në vitet e fundit vihet re një trend lehtësisht në rritje i numrit të rasteve të reja me infeksionin HIV në Shqipëri. Por ama, duhet të tërheq vëmendjen që duke marrë në parasysh, duke mbajtur parasysh natyrën kronike të infeksionit HIV, të virusit HIV, si gjithashtu edhe paraqitja një numri më të madh të rasteve në stadiet e vonshme të sëmundjes, do doja të theksoja që jo domosdoshmërisht të gjithë këto raste janë infektuar në vitin 2025. Pra, do të thotë që një pjesë e mirë e këtyre rasteve janë infektuar vite përpara, ndoshta 1, 2, 5 apo dhe vite përpara. Pra dhe njëre përsëris që gjithmonë këto raste nuk i referojnë infeksione vetë eksakt, janë diagnostikuar në 2025, por jo se janë infektuar në vitin 2025. Për fakt, arsyet mund të jenë, cilat janë arsyet? Janë diagnostikuar thjesht sepse atëherë kanë shfaqur simptomat e tyre dhe mund të ketë edhe një problem ndoshta të ende të paragjykimeve dhe një frikë për të një stigmë në raport me këtë sëmundje dhe njerëzit ndoshta e kanë të vështirë ta thonë dhe të shkojnë të vizitohen, të kurohen, të kërkojnë ndihmë, të kërkojnë trajtim apo jo? Eksakt. Një nga faktorët kryesorë siç e përmendët ju është edhe stigma. Pra stigma është ajo që pengon personat të testohen dhe më pas të nështrohen trajtimit për infeksionin HIV në Shqipëri. Nga ana tjetër, do doja të theksoja që kjo rritje e numrit të rasteve reflekton jo vetëm dinamikat e infeksionit HIV në Shqipëri, por nga ana tjetër reflekton edhe përmirësimin e kapaciteteve diagnostikuese. Çka do të thotë që shërbimet e testimit për HIV në Shqipëri nga vite në vit janë forcuar dhe më shumë persona testohen për virusin HIV në Shqipëri. Më lëni të theksoj vetëm një shifër, pa ju më shumë kohë, numri për total i testimeve për vitin 2025 ka qenë diku afër 75.000 në numër absolut. Por kjo shifër është 14% më e lartë se sa viti 2024 dhe 40% më e lartë se sa viti 2021. Pra, një pjesë e mirë e këtyre rritjes së numrit të rasteve i referohet edhe rritjes së numrit të testimeve. Sa i takon paraqitjes së vonë të infeksionit. Pra, ndoshta jo vetëm për stigmës, por edhe për shkak të vlerësimit të ulët të riskut që kanë këta persona, paraqiten vonë. Pra, paraqiten atëherë kur fillojnë shenjat të sëmundjes dhe atëherë diagnostikohen. E qartë. Ju ti referohemi dhe statistikave për të detajuar edhe informacionin, keni shfaqur aty, keni treguar edhe trendin e rasteve të HIV sipas viteve. Pra kjo ishte tabela e parë, të cilën jemi duke e parë praktikisht edhe duke filluar që nga viti 1993 deri në 2025, ky është trendi praktikisht i rasteve me HIV në Shqipëri. Do të kalojmë tek tabela tjetër ku ju keni prezantuar numrin e rasteve të reja me HIV të diagnostikuar në 2025 për 100.000 banor sipas gjinisë dhe grup moshës. Çfarë mund të themi për shpërndarjen e këtij virusi sipas gjinive dhe gruposhave? Do ndalesha shkurtimisht në 4 karakteristikat kryesore të infeksionit HIV në Shqipëri. Së pari, rruga kryesore e transmetimit të infeksionit HIV në Shqipëri është ajo seksuale. 95-96% i takon rrugës seksuale dhe shumica prej tyre, rreth 73-74% është heteroseksuale. Së dyti, epidemia është mashkullore, çka do të thotë që kemi më shumë të infektuar meshkuj se sa femra në një raport 70% me 30%. Së treti, e theksova dhe më sipër, është diagnoza e vonshme, çka do të thotë që 60%, pothuajse 60% e rasteve paraqiten në stadiet e vonshme dhe shumë të vonshme të infeksionit, dhe së katërti prek më tepër moshat seksualisht aktive dhe kryesisht moshat e reja 25-39 vjeç. Pra me pak fjalë këto janë karakteristikat e infeksionit në Shqipëri. Edhe tabelën tjetër për të parë se të vazhdoj dhe me panelin në studio është pikërisht një tjetër diagram e cila na shfaq rastet me HIV sipas mënyrës rrugës së transmetimit, të cilën do ta komentojmë
vazhdojmë pa diskutim dhe me panelistët tanë këtu. Atëherë është ai rrethi qarku, i cili na tregon se si janë të ndara, sigurisht që pjesa më e madhe 72.6% nëpërmjet mënyrës janë heteroseksual, pra personat. Heteroseksual. Personat, po, janë homobiseksual 23.4%, nëse kemi këtë tabel ta shfaqim tani dhe sigurisht rastet e tjera janë transmetimi vertikal. Transmetimi vertikal nuk kupton, besoj, transmetimin nga nëna tek fëmia. Dhe po, nëpërmjet gjakut dhe në produkteve dhe po kështu keni një hapësirë tjetër, një përqindje të ullët për rastet papërcaktuara. Pra janë të papërfishme, Pra rruga kryesore, pra ai grafik tregon që rruga kryesore e transmetimit të infeksionit tip në Shqipëri është rruga seksuale, që është totalisht e parandalueshme. Pra me masa të thjeshta parandaluese, përdorimi i kondomit gjatë marrëdhënieve seksuale e parandalon fare mirë infeksionin tip. E qartë. Mirë, unë ju falenderoj shumë për këtë lidhje që patëm edhe për këtë informacion, le themi, mbi këtë raport. Pa diskutim që kemë me siguri shumë për të thënë ende këtu, po të mundohemi ta ndajmë pak bisedën edhe me të ftuarit tanë, sepse kemi edhe këndvështrime të tjera dhe pa diskutim qasje të tjera në gjithë këtë edhe përjetime të tjera, pa diskutim secili me pozicionin e vet. Ju falenderoj shumë, doktor Bani, që ishit me ne. Faleminderit për informacionin tuaj. Do të nisemi nga tabela e fundit në fakt për sa i përket me që e lam aty bisedën dhe më pas sigurisht që mund të sqaroj më shumë në lidhje me rastet, mënyrën se si transmetohet kjo sëmundje dhe në vendin ton pikërisht përqindja më e madhe në fakt është nëpërmjet marrëdhënieve seksuale, po kështu edhe të tjerat pastaj me radh pjesë. Cilat janë arsyet që janë rritur rastet, le të themi, ose ai trendi i rritës i të personave të prekur nga vitet e fundit dhe po do vinë re me njëherë pas pandemisë, duket që kemi një rritje të trendit të personave të prekur me HIV/AIDS. Olimbi. Atëherë, po të jem në një analizë të situatës dhe të dhënave të raportit, unë do të përmendja 3 faktorë kryesorë që ndikojnë në rritjen qoftë edhe të lehtë, siç përmendi doktor Bani, të situatës rasteve të reja të diagnostikuar. Së pari janë problemet që kemi ne, probleme sociale që lidhen me stigmën dhe informacionin. E dyta ka të bëjë me sjelljet individuale, pra sa ato informacione që kemi i vëmë në praktik gjatë marrëdhënieve seksuale të pambrojtura me partner rastësor, dhe pjesa tjetër ka të bëjë me faktorët sistematik dhe këto lidhen me pjesën e sistemit. Pra, sa ne po investohemi në pjesën e parandalimit dhe të kujdesit dhe trajtimit për personat që tashmë janë të diagnostikuar, pasi e dim një trajtim i mirë, trajtimi është edhe parandalim, pra personat të trajtuar, të diagnostikuar në kohë, futur në terapi dhe të arriturit atyre treguesve optimal që është i padetektueshëm dhe në këto raste personi pavarësisht se është i infektuar me HIV, pavarësisht se është në terapi, ai nuk është transmetues për të tjerët, pra trajtimi si parandalim. Për pjesën e stigmës dhe të diskriminimit, një person që të trajtuar që e ka virusin e SIDA-s nuk infekton në momentin ka virusin e HIV-it, SIDA ka virusin e HIV-it. Okej. Ka virusin e HIV-it. Pra një person i infektuar, një person i infektuar, kjo ka qenë në vitin 2008, që është në terapi, është i padetektueshëm dhe nuk ka sëmundje të tjera seksualisht të transmetueshme, nuk është i infektues për të tjerët edhe në rastet e seksit të pambrojtur. Dhe kjo është ajo që ne përmendim edhe në pjesën absolute, patjetër. Por përpos kësaj, ne sot doktor Bani përmendi përdorimin e prezervativit, por sot shkenca ka avancuar sepse kemi dhe profilaksi para dhe pas ekspozimit. Pra sot ne kemi preparate, medikamente që personat që janë në risk të lartë të infektimit me HIV mund të përdorin, janë tableta që ndalojnë pjesën e infektimit.